Rreth 400 pasagjerë të dy fluturimeve me destinacion Tiranën dhe që vinin nga Bologna dhe Bergamo janë ulur në orën 03 të datës 7 janar në aeroportin e Brindizit për shkak të kushteve të këqija atmosferike në aeroportin shqiptar. Devimi detyruar emergjent ka shkaktuar protesta, të cilat janë përshkallëzuar gjithnjë më shumë me kalimin e orëve pa marrë asnjë informacion nga ana një grupi të madh udhëtarësh. Sipas mediave italiane, këta pasagjerë kanë thyer portat, kanë kapërcyer kordonët e sigurisë duke u futur në pistë. Një situatë me rrezik të lartë, e cila ka kërkuar ndërhyrjen e policisë aeroportuale, e cila ka rikthyer situatën në normalitet. Megjithatë, pasagjerët nuk e dinin nëse dhe kur do ta vazhdojnë udhëtimin apo nëse do duhet të ktheheshin mbrapsht. Tjetra pasagjerë kanë qenë në revolt, duke kërkuar të nisen menjëherë për në Shqipëri. Ata ndodheshin vetëm pak metra larg dy avionëve që kanë mbetur të bllokuar në Brindisi. Pasagjerë të tjerë kanë pranuar ofertën e kompanisë për të udhëtuar me autobus deri në Fiumicino dhe më pas të hipnin një fluturim për në Tiranë. Po ashtu, po vlerësohet edhe mundësia që 150 pasagjerë të mund të arrijnë në Shqipëri me tragetin që niset nga Brindisi pasdite dhe që ka destinacion Vlorën, duke mbritur mëngjesin e të njëjtës. Aeroporti ka qenë në masa të forta sigurie, me praninë e policisë, karabinierëve dhe efektive të Guardia di Finanzës për të shmangur problemet e tjera të rendit publik. Protesta nuk ka shkaktuar vonesa në fluturimet hyrëse apo dalëse nga aeroporti i Brindisit.